Na mbetet vetëm Kavaja. Kemi pasur çik probleme primare në Kavaj, por besoj që do ta kapërcejmë atë traumë, edhe besoj që me rrugën e lidhse të Kavajës me Bregdetin, që është një projekt i kryetarit Bashkisë Kavajës, i cili e përshëndes ka ardhur këtu, e pash që ishte pak i turbulluar nga primaret, por besoj që po patjetër me dy gishta gjithmonë, patjetër problemi është që të fusim dhe Kavajën në këtë rrjedh dhe Fierin, sepse janë dy Kavaja dhe Fieri, po Fieri në krahas më shumë se Kavaja, sepse në Fier historikisht fierakët kanë bërë plazh atje, mirë po gjithmonë janë trajtuar si njerëz që jetojnë në kënet edhe që s'kan plazh, ose që jetojnë mes grurit dhe s'kan plazh. Ndërkohë që Fieri ka një plazh fantastik, edhe Kavaja ka goxha plazh, por gjithmonë quhet plazhi Durrësit. Kështu që këto dy plazhe janë shumë shpejt në rrugën e futjes në funksion. Aty në plazhin e Kavajës ka disa investime shumë bukura, por nuk mungon lidhja që kryetari Bashkisë ka merak. Ndërkohë që në Fier kemi një projekt tjetër të jashtëzakonshëm që besoj do ta prezantojmë, projekt kuptohet si përmarrjen private, por edhe me falë dhe shumë punëve që kemi bërë aty për ta pararendur duke ndërtuar infrastrukturën lidhse.